Bismillahirrahmanirrahim. Miru pafshim o Ramazan. E përcollë muajin e madhrishëm të Ramazanit bashkë me Bajramin e Fitrin dhe zemrat e shumicës nga ne janë të pikëlluara nga kjo ndarje. Bilen nga besimtarë e besimtare mund të dëgjosh zëra do të dëshironin të vazhdonte Ramazani gjatë tërë vitit. Kjo për shkak të kënaqësive dhe mirësive që Allahu xhaleshanuhu ka dhënë në këtë muaj për robët e tij. Por dëshira e Allahut dhe ligjet e tij kanë parapar diçka tjetër. Allahu ka përcaktuar se çdo gjë që ka një fillim do të ketë edhe një fund. Për këtë Allahu na mëson. Kulle shay'in, pra të gjithë çdo gjë përveç Allahut do të zhduket. Vetëm atij takon gjykimi dhe te ai do të ktheheni. Surja Qasas ajeti 88. Koi muaj Ramazanit dhe u ngrit lart te Zoti i tij duke marrë me vete regjistrat e veprave tona. Një ditë do të japim llogari për to, nëse janë të mira për hajër na qoftë, nëse janë të sherrit, sherr. Dihet se çdo njeri nga ne do të kishte dëshirë të mësonte se ç'është shkruar në regjistrat e tij gjatë muajit të Ramazanit. Ose thënë më qartë, a na janë pranuar agjerimi, lutjet, ibadeti, sadakoja, gjithçka bëjmë në këtë muaj. Një gjë e tillë nuk është e vështirë të merret vesh. Bile do t'ua shpjegojmë edhe juve këtë sekret. Allahu thot në Kur'an: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." E kush punoj një punë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjej, po dhe të keqe, atë do ta gjej. Po pa dyshim që punët e mira i fshin të këqijat dhe Allahu e shumëfishon veprën e mirë kur ajo bëhet me sinqeritet. Është thënë se Muhamedi alayhis salam, Allahu xhaleshanuhu kur pranon veprën e robëve të tij, cila do qoftë ajo, bën që ai të vazhdojë me veprat e mira edhe me tutje. Pra nëse Allahu xhaleshanuhu, cili do që në muajin e Ramazanit ka lënë për shembull alkoolin, ja ka falur mëkatin e mëparshëm dhe i ka pranuar pendimin, nëse ky nuk do të kthehet prapë te ky mëkat, por do të vazhdojë në rrugën e hajrit, kjo është një nga shenjat e pranimit të ibadetit e të veprave të mira. U pyetën disa njerëz të mirë për ata që në muajin e Ramazanit bëjnë ibadet e pasi të kalojë ai i harrojnë ato. Njëri prej tyre u përgjigj: "Vaj me det për ata që e njohin Allahun vetëm në Ramazan." Kjo dëshmon shkurtpamësinë dhe turbullimin e zemrave të tyre nga Kab el-Ahbar. Transmetohet të ketë thënë se shembulli i tyre është sikurse i atij që ndërton një pallat të bukur të mbushur me të gjitha të mirat, por në fund i vë zjarrin dhe e djeg. Ata që përmbysin sofrën e mirësive të muajit të madhëshëm të Ramazanit janë si ata për të cilët Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an: "A dëshiron ndonjëri prej jush që ka një kopsht me hurma rrosht në cilin rrjedhin lumenj ku kanë nga të gjitha frutat, e atë pronorin e kopshtit ta ketë kapur pleqëria dhe ai të ketë pasardhës të mitur, e atë kopshtin ta godas ndonjë stuhi me zjarre ta djeg." Kështu Allahu na sqaron argumentet për të menduar pra ju. Surja Bekare 266. Besimtar të nderuar, besimtari duhet të jetë gjithmonë në marrëdhënie të mira me Zotin e jo vetëm në disa ditë të caktuara ose muaj të veçantë dhe disa çaste të vështira jete. Për këtë Kurani ka porositur pejgamberin alayhis salatu selam dhe umetin e tij: "Ti Muhammed përqendrohu vendosmërisht ashtu siç je urdhëruar e bashkë me ty edhe ata që u penduan prej idhujtarisë, mos i tej kaloni kufit të caktuar, se me të vërtet ai është shikuesi i asaj që ju veproni." Surja Hud ajeti 112. Dhe mos hanoni nga ata që bën zullume për atë shkak që ka zjarri, sepse përveç Allahut nuk keni ndonjë mbrojtës, e mbeteni të pandihmuar. Surja Hud ajeti 113. Pra ky është verseti i Kuranit që e ka mplakur Resulullahin. Për këtë Ibn Abasi radiallahu anhu ka thënë: "Nuk i ka zbritur pejgamberit alayhis salam citat më i rrept, verset më i rrept dhe më i vështirë prej Kuranit se ky, derisa një herë shokët e tij i thanë: "Pejtë erdhi pleqëria nga që i pan çimet të bardha në kokë." Alayhis salam u tha: "Më ka plakur Hudi duke patur parasysh këtë citat ajet. Nga që Allahu kishte urdhëruar t'i bënte i tatë të rrinte nga dëshmëri dhe të ishte i rregullt në çdo kohë në çdo vend. Nuk ka dallim në mes të muajit Ramazanit dhe muajve të tjerë dhe as Mekës dhe vendeve të tjera, sepse i tërë ibadeti dhe nënshtrimi i bëhet vetëm një Zoti. Atij dhe vetëm atij duhet t'i lutemi në çdo kohë në çdo vend, se vetëm ai është gjithmonë i gjallë, nuk flen e as kotet dhe nuk qëndron kurrë larg robëve të tij. Andaj duhet falenderoj Allahun për gjitha këto mirësi dhe këtë mirësi të këtij muaji të bekuar Ramazan, të cilin e kaluam me sukses me lejen e të Madhit Zot. I qofshim fal atij.